dhe në kushtet kur mundësitë tona ekonomike dhe financiare rriten, meritojnë një rritje të mbështetjes nga ana jonë. Një rritje mbështetjes nga ana jonë, e cila nuk është thjesht dhe vetëm financiare, por edhe institucionale. Dhe për këtë Ministria e Shëndetësisë dhe Ministria e Arsimit janë duke punuar aktivisht që të rrisin numrin e mësuesve special. Ashtu si kundër dje ne kemi hapur një kapitull të ri në sistemin tonë të shërbimit shëndetësor me hapjen e klasave të para për fëmijët që janë të shtruar në spital, klasa mësimore dhe klasa arti, të cilat ju shërbejnë fëmijëve që të mos humbasin kontaktin me mësimin, por nga ana tjetër më shumë se kaq ju shërbejnë përmes një kurrikule speciale që të energjizohen me besim dhe me bindjen se do t'ja dalin në betejën me smundjet e tyre. Nga ana tjetër, besoj që edhe vendosja e qëllimit ton për të quar më tutje ndërveprimin me prindrit në funksion të përputhjes programeve të shkollës dhe programit punës së prindërve, duke filluar me dhënien e ushqimit në shkolla nga Bashkitë Qendërqarku, shkon përsëri në këtë drejtim, ashtu si kundër edhe projekti që kemi për të mbështetur më shumë akoma, megjithëse kemi vendosur një mbështetje veçantë për nënat krye familjare me 3 fëmijë, për të mbështetur më shumë kategorinë e nënave krye familjare dhe me instrumenta të tjerë. Nuk dua të zgjatem më tutje, por duhet shtoj dhe një element tjetër që unë besoj që është shumë i rëndësishëm, elementi i parandalimit, pra elementi jo vetëm në drejtim të nxjerrjes fëmijëve nga situata e varfërisë, por edhe në drejtim të parandalimit të rënies në situatën e varfërisë, jo vetëm të mbështetjes për prindrit që janë në një situatë caktuar ekonomike që i përfshin ata në kategorinë e ndihmës ekonomike, por edhe për prindrit që janë në rrezik që të bien në situatën ku pastaj ju bëhet më e vështirë që t'i mbajnë fëmijët me të gjithë ato të cilat përmbushin kuadrin e një kujdesje në kushte normale. Dhe prandaj ne besojmë shumë që rritja e pjesëmarrjes së shkollës në ndarjen e përgjegjësisë me familjen për kujdesjen e përditshme për fëmijët është shumë e rëndësishme. Prandaj ne besojmë shumë që zgjerimi më tejshëm i programeve që financohen nga Fondi Social dhe përpasoj rritja e Fondit Social është shumë e rëndësishme. Dhe prandaj ne besojmë shumë po ashtu që e gjithë gama e aktiviteteve sportive dhe kulturore për fëmijët është po ashtu shumë e rëndësishme dhe zgjerimi i saj është objektiv i palëvizshëm i yni. Ka një shifër që do të doja ta ndaja me ju, që ne kemi dyfishuar nga 130 në 260 milion fondin për mbrojtjen sociale, ashtu si kundër sot
Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale disponon një fond rekord për shëndetësinë e mbrojtjes sociale që është në rendin e 1 miliard eurove. Kjo besoj është pasqyrë e vullnetit mirë, por patjetër që nuk është një pasqyrë e mbyllur në një kornizë me cilën ne ndjehemi të kënaqur, sepse duam ta zgjerojmë më tutje dhe duam ta bëjmë ende më të fuqishme të gjithë strukturën e mbrojtjes sociale. Shumë faleminderit për durimin dhe për vëmendjen.